Besoj se vjen si një rrjedhoj logjike e disa ngjarjeve që kanë ndodhur këto kohët e fundit. Pezullimi i një ministri duket si një akt jo normal, duket si një akt që nuk ka të ngjashëm në botën demokratike, duket si një akt i pazakont, i cili pastaj solli një seri veprimesh të tjera, u pasua nga një kërkesë e spakut, menjëherë sapo gjykata kushtetuese mori vendimin për ta shqyrtuar, çka vuri në dyshim edhe qëllimin e kërkesës. Duhet ta theksoj që në kryeterës që unë nuk jam jurist dhe nuk pretendoj të njoh fushën e jurisprudencës me detaje, por gjatë gjithë kësaj periudhe janë angazhuar jurist, madje vlen të theksohet që aktualisht jo thjesht dhe vetëm për këtë çështje, por kryeministri, qeveria, majoranca ka angazhuar dhe një ekspertizë me disa emra shumë të mirënjohur të fushën e jurisprudencës francës, me Ministrinë e Drejtësisë Italisë, dhe i gjithë thelbi është për të pra këtë ndryshime propozuan francezët dhe italianët. Këtë e thua ti, nuk e thash unë. Jo, unë ju pyes. Po, më ndiq me vëmendje të lutem, se nuk e thash atë. Unë thash që kjo majorancë prej disa kohësh, dhe është një nga gjërat që kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme, konsulencën me ekspertët e huaj. Dhe nuk e kemi bërë vetëm nga... Pra pyetja ishte, ky ndryshim është produkt i kësaj konsulence? Është edhe produkt i konsulencave me ekspertë huaj. Edhe, jo vetëm. Pra, kërkesa për të pezulluar një ministër është e pazakont, është e paprecedent dhe nuk duket të ketë shembull të ngjashëm në botën demokratike. Çka na la arsye që të thellohemi për të kuptuar ç'është kjo kërkesë. Pse kërkuan pezullim. Dhe mbi ç'bazë, ndërkohë, veprimi i menjëhershëm, i mëpasshëm, tregoi që ai dyshimi ynë për pazakonshmërinë e një kërkese të tillë u justifikua. Dhe në fakt ku jemi sot? Sot jemi përpara një, po themi, vendimi, jo vendim gjykatës kushtetuese, 4-4, çka e dëshmon jo, ka një vendim. Kemi të bëjë. Ka një vendim. Vendimi është i qartë. Po pra. Ka një vendim.